Një studim i fundit nga Universiteti i Kalifornisë në San Francisco sugjeron se truri i grave mund të jetë më i përshtatur për të përballur me plagën krahasuar me ato të burrave. Sipas studiuesve, gratë zakonisht kanë një tru që duket më i ri në procesin e plakjes dhe shkencëtarët besojnë se arsyeja mund të jetë kromozomi i tyre i dytë X. Deri më tani mendohej se kromozomi i dytë X nuk kishte një rol domethënës, por studimi i ri ka treguar se ai mund të zgjohet në pleqëri dhe të ndihmojë në ngadalësimin e rënies konjektive. Në procesin e zakonshëm të plakjes, gratë kanë një tru që duket më i ri, më me pak deficite konjektive në krahasim me burrat, tha Dana Dubel, profesoreshe neurologjisë dhe autore e kryesore e studimit. Rezultatet tregojnë se kromozomi X, i cili më parë ishte i heshtur, rizgjohet në pleqëri, ndoshta duke ndihmuar në ngadalësimin e rënies dhe aftësive mendore. Studimi analizon trurin e një miu femër të modifikuar gjenetikisht të moshës 20 muajshe ekuivalente me një 65 vjeçare të njerëzit. Shkencëtarët zbuluan se ky rizgjim i kromozomit X aktivizoi rreth 20 gjene të lidhura me zhvillimin e trurit. Ekspertët tani synojnë të thellojnë kërkimet për të kuptuar më mirë këtë fenomen dhe për të eksploruar mundësitë e përmirësimit të funksioneve konjektive si te gratë, ashtu edhe te burrat. Cilësia e funksioneve mendore është një nga sfidat më të mëdha mjekësore, por këto rezultate tregojnë se truri i plakur nuk është i pandryshueshëm dhe se kromozomi X mund të na mësojë shumë mbi atë që është e mundur, shtoi Dubel. Në të ardhmen studiuesit shpresojnë të zbulojnë nëse ky rizgjim i kromozomit X mund të luajë një rol edhe në sëmundje të tjera, si ato kardiovaskulare dhe kanceret, duke hapur rrugën për trajtime të reja që mund të përfitojnë të gjithë.